lidhe me kolegun Igli Çelmeta për të marrë më shumë informacion. Igli, çfarë ka ndodhur dhe përse ka ndodhur një ngjarje e tillë nga hetimet që janë zhvilluar deri në këto momente, çfarë është zbuluar? Nga persona ende të pa-identifikuar nga policia e shtetit Ola, rreth orës 12:30 minuta, është vendosur tritol në portën e shtetasit të Tonin Qafa në zonën e Brekut të Lumit, më saktësisht në rrugën Besnik Hidri. Sipas informacioneve nga grupi hetimor, ende nuk ka një pistë konkrete rreth shkaqeve të kësaj ngjarje. Tonin Qafa prej kohësh jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në vitin 2009 i kanë vrarë dhe vllajën, dhe që pas kohë ai ka jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kohë të fundit ishte rikthyer në vendin tonë, por grupi hetimor ende nuk ka një pistë konkrete, po heton nëse ka konflikte djali i Tonin Qafës, i cili prej kohësh jeton jashtë territorit shqiptar. Sa i përket ngjarjes, e cila ka ndodhur rreth orës 12:30 minuta, sasia eksplozive tritole është vendosur në portën e jashtme të banesës së shtetasit Tonin Qafa, ka marrë dëmtime porta e jashtme, po ashtu edhe xhamat e banesës dhe një automjet i parkuar jashtë banesës. Grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë me qëllim identifikimin e autorëve të kësaj ngjarje të rëndë. Ende nuk është bërë qyrja e kamerave të sigurisë, janë sekuestruar disa kamerave të një biznesi shumë pranë ngjarjes, e cila mund të ketë filmuar momentin ku autorët kanë vendosur tritolin në portën e banesës së shtetasit Tonin Qafa. E qartë. Faleminderit Igli për informacionet e përcjella në studio.